A e kuptoni ju se qa po bëhet sot në Vlorë apo se kuptoni më? Sot ka votime, jam në Orikum, po problemi është që këtu s'po bie njeri të votoj fare. Se qa i kanë dhënë tyre vlonjatëve që nuk vinë votojnë, nuk e di. Vlora që marret gjithmonë për numri 1 për çdo gjë, vetëm 5% votuesve kanë ardhur votojnë. Që do të thotë, qofse kjo qendër votimi për shembull me numër 4511 fraksion 2 ka 700 votues, deri tani kanë votuar vetëm 35 ose 37, s'jam i sigurt. Nuk e di çka ka ndodhur në Vlorë, është ditë shiu dhe ja fusin gjumit, ta e bukë dhe gjumë, nuk e di çka ka ndodhur. Ose janë të mërzit. S'po themi fjalë mërzit, po e lejmë që ndoshta vi mazite.